Në qoftë se këta, jo 25 vjetë, po vetëm një ditë denohen, marrin vendim denus prej gjykatës, Shteti i Kosovës është në hulaj që të minej. Si? Shteti i Kosovës është në hulaj, në peshore. Do më thënë është i brisht, jeni duke thënë? A është i brisht, do të ketë pasojat të jashtëzakonshme. Unë kam pas takime për muajt e fundit, 2 muajt e fundit. Me kë? Edhe me disa struktura këtu në Amerikë, edhe si organizatë veteranëve, po edhe ne paka shumë kemi bisedu bashkë me ty, edhe i kam mitë që nga kanë vetë prej luftës. Supozojmë, unë me Clarkin takohem jo tani vetëm si është njeri thjesht, po edhe në kohën kur ka qenë sekretar general. Ju jeni takuar me Wesley Clark? Jemi taku me Wesley Clark. Me komandantin e NATO-s që bëri sulmet në Beograd. Po, dhe çfarë ka thënë Wesley Clark? Friga është që do të vjen, thuaj se mos themen zhberje, se ndoshta është e madhe, po shumë shtete mund të rishikoj njohjen e Kosovës. Një shtet që e thot liderët kryesor të luftës edhe të shpalljes shtetit, që kanë organizate përbashkë kriminale, ndërmarrje e përbashkë kriminale, na këtë akuzë, edhe pse thot ajo Zoniusha White, thot këtë pidik po i denojmë individualisht, do të thot këta në këtë akuzë kanë NDK, ndërmarrje e përbashkët kriminale. Edhe një shtet, qoftë se ko kanë ndërtu mbi këtë bazë, nga kjo luftë, nga këta lider, shumë ka me pas pasoja.